Përshëndetje shenja Demit, kjo është panorama javore. Java nis me një ndjesi të çuditshme. Diçka ju jepet, por nuk ju gjen plotësisht të lirë për ta marrë. Dhurata. Dhurata shfaqet si një bekim, një mundësi, një xhest që ka vlerë. Mund të jetë materiale, emocionale ose një shans që ju vjen në një moment të papritur. Por kjo dhuratë nuk është thjesht fat i mirë, ajo është një derë që hapet, ndërkohë që ju ende ndiheni të kufizuar, sepse menjëherë pas saj vjen burgosja ose kufizimi. Kjo nuk do të thotë me patjetër për burg fizik, më tepër i referohet një gjendje ku ju ndiheni të bllokuar nga rrethanat, nga mendimet, nga frika ose nga ndonjë situatë që ju mban në vend. Është si të keni diçka të bukur përpara, por të mos ndiheni të lirë ta përqafoni plotësisht. Dhe këtu lind pyetja, çfarë po ju mban peng? Më pas, si një thirrje e qartë, shfaqet karta rruga ose zgjedhja. Dera është aty. Ju nuk jeni pa mundësi, përkundrazi, ju jeni në një pikë ku duhet të zgjidhni, të qëndroni në këtë burg të brendshëm apo të bëni hapin për të dalë prej tij. Por kjo zgjedhje nuk është e lehtë sepse kërkon të lini pas diçka që ju ka mbajtur të lidhur. Dhe në këtë proces del në pa karta punë e rëndë ose mundim dhe rruga për të dalë nga ky kufizim nuk është e shpejtë dhe as e lehtë, sepse ka lodhje, përpjekje, ndoshta edhe ndjesinë që po mbani mbi supe më shumë se sa duhet. Por kjo kartë nuk është negative, ajo tregon që ju po bëni punën e brendshme, atë që shpesh nuk shihet, por që ndryshon gjithçka. Dhe pikërisht kur mendoni se kjo lodhje nuk ka fund, shfaqet karta nderi lart. Dhe kjo është një ngritje, një vlerësim, një moment ku ju shiheni ndryshe, ose nga të tjerët, ose nga vetja juaj. Është si një shpërblim që vjen jo vetëm për atë që keni bërë, por për atë që keni duruar. Kjo kartë thotë, ju nuk keni kaluar kot nëpër gjithë këtë proces. Më pas, narrativa zgjerohet me kartën komunitet. Dhe komuniteti tregon se ju nuk jeni vetëm në këtë rrugë, edhe nëse ndonjëherë kështu është ndjerë. Pra ka njerëz, rrethana ose një rrjet që ndikon në situatën tuaj. Kjo kartë mund të tregojë mbështetje, por edhe ndikim nga të tjerët, një ambient që ose ju ngre ose ju rëndon. Këtu ju duhet të jeni të vetëdijshëm, pra kush është rreth jush dhe çfarë roli po luan në jetën tuaj. Më pas vjen një kthes emocionale, mesazh shqetësues. Kjo është diçka që nuk kalon pa ju prekur. Mund të jetë një lajm, një fjalë, një situatë që ju vendos përballë një realiteti që nuk është i lehtë për t'u përballuar. Mund të jetë diçka që e prisnit në heshtje ose diçka që ju kap të papregatitur. Nga ana intuitive ndjej që ju e prisnit këtë. Por në thelb, kjo kartë nuk vjen për t'ju rrëzuar, ajo vjen për t'ju zgjuar. Dhe mbi gjithë këtë narrativ qëndron energjia e trishtimit nga Prism Oracle. Pra, ky nuk është trishtim bosh, është një trishtim që vjen kur kuptoni diçka thelbësore, kur shihni të vërtetën pa iluzione, kur pranoni se diçka nuk është siç keni dashur të jetë. Ju jeni duke mbajtur në dorë një mundësi, por nuk jeni ende plotësisht të lirë për ta jetuar atë. Dhe kjo nuk vjen nga jashtë aq sa vjen nga brenda jush. Ju duhet të pyesni veten, çfarë po më mban peng? Frika, zakoni, një lidhje, një mendim. Pra, ju duhet të pranoni lodhjen tuaj, por jo të dorëzoheni në të, sepse ajo që po ndërtoni përmes kësaj periudhe do t'ju ngrejë në një nivel tjetër, edhe nëse tani nuk duket kështu. Pra, kur të vijë ai mesazh apo ajo e vërtet që ju tron ditë, mos e evitoni, mos u mbyllni sërish në burgun
tuaj. Pra, lejojeni veten ta ndjeni trishtimin, por mos qëndroni aty për gjithmonë, sepse ai trishtim është vetëm një kalim, jo fundi i rrugës. Paçim.